Arta Rexhepi, dokumentimi i luftës Kosovës është përgjegjësi historike. Themeluesja e Artist Foundation në Kanada, Arta Rexhepi e konsideron ruajtjen e dëshmive të luftës Kosovës një përgjegjësi historike dhe një mënyrë për t'u përcjellë brezave të arshëm historisë përmes njerëzve që përjetuan ata. Rexhepi, e cila mbriti në Kanada si refugjate nga Kosova, në moshën 13 vjeçare, thotë se Artist Foundation lindi nga dëshira për të përdorur artin dhe rrëfimin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, fuqizimin e grave e migrantëve dhe sapaardhurve. Një nga nismat kryesore është 25 and 25, Refugees Making a Difference, që dokumenton 25 histori të shqiptarëve të Kosovës që mbritën në Kanada si refugjat dhe më pas ndërtuan karrierën në mjekësi, drejtësi, qeverisje, biznes, arsim, sport dhe art. Projekti u prezantua me 25 mars 2026 në Parlamentin e Kanadas në bashkëpunim me deputetin Kyle Sibek. Ne nuk duhet lejojmë që brezat e arshëm ta njohin luftën e Kosovës vetëm përmes statistikave, thekson Rexhepi. Sipas saj, dëshmitë e grave të dëbuara, familjeve që humbën shtëpi dhe fëmijëve që mbërritën si refugjat janë pjesë e kujdesës kolektive të historisë Kosovës. Artist Foundation synon tashmë zgjerimin e veprimtarisë përmes projektit Her Story Campaign, filmit, mentorimi dhe programeve për emigrantë. Për Rexhepin, historia e shqiptarëve në Kanada është një histori suksesi, nga refugjatët e vitit 1999 te një brez shqiptar kanadez që sot kontribon në shumë fusha të jetës publike.